Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të dashur miq. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithë dëgjuesve të dielës së këndshme të fëmijëve. Ne do ta pakzojmë si e diela e fëmijëve gjithmonë, sepse ata me zor presin të gjenden pranë emisionit në botën e fëmijëve. Mirëmbrëma Suzana, mirëmbrëma Shqiponja, mirëmbrëma Alma, mirëmbrëma edhe fëmijët që po na ndjekin, që me siguri ka filluar sezoni i plazhit, temperaturat kanë bërë të tyren dhe kanë filluar të frekuentojnë me familjet pikniket, pse jo, edhe në zonat malore është këndshëm të shëtisin, dhe ne indicjet tona prandaj i kemi marrë që në këtë periudhë ti tërheqim duke u sjellë figura të cilat i çojnë shumë larg në histori dhe që kanë të bëjnë me lidhje me natyrën, me mitologjinë, me legjendat, me gojdhënat popullore, si baza e krijimtarisë, sepse gjithmonë të gjithë krijuesit i referohen mitologjisë për ta bërë më interesant ngjarjen, historinë, tregimin, pse jo edhe poezinë për figurat e lashta. Dhe ne sot kemi zgjedhur të jemi zëri i legjendës në emisionin Në botën e fëmijëve. Ju me siguri vëreni mungesën e fëmijëve, por ne do të presim që ata t'i bashkojnë emisionit ton, ose në një formë ose në një tjetër edhe përmes videove nëse janë të pamundur për të bërë pjesë fizike. Të dashur miq, kjo do të jetë një pasdite shumë e këndshme sepse do të na çojë pas në kohë, duke sjellë personazh nga mitologjia dhe do të na kujtojë pak momentet kur në shkollë i hapnim syt kaq shumë duke i parë në sy mësuesit tan kur na shpjegonin në orën e letërsisë, apo gjyshurit ton kur na tregonin nga gojdhënat dhe nga prallat popullore, nga mençuria e tyre. Pra, dituria dhe mençuria popullore do t'ulet këm kryq për rreth një orë në këtë emision dhe ne do të shpalosim paksa aq sa koha do të na rezervoj. Por kjo s'do të na pengojë që duke parë kurreshtjen ta vazhdojmë dhe në emisionet e ardhshme. Unë do doja në fakt të ftoja Suzanën, që shpeshherë lëm nga fundi i emisionit, të hap siparin e këtij cikli, le të themi, të legjendës apo të gojdhënave popullore, me një prej të cilave ajo ka përzgjedhur të bëhet pjesë. Dhe unë jam shumë e entuziazmuar, Suzan, që na është bashkuar një fëmijë që na ka munguar prej kohësh. Më fal përpara se ta fillosh ta fus në studio. Kesi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma gjithë dhe mirë se u gjeta. Mirëmbrëma Kesi. Shkaku i mungesës të Kesit në fakt është sepse Kesi po angazhohet në një konkurs teatror që zhvillohet midis shkollave dhe ne shpresojmë dhe urojmë që kjo shkollë që Kesi ka bërë pranë emisionit ton ti ketë shërbyer në të gjithë aktrimin e saj për të qenë fituese pse jo e këtij konkursi. Dhe ne do të jemi pjesëmarrës pranë saj në datën 6 maj që zhvillohet Kesi zhvillohet në 6 maj nëse zgabohem në një prej ambienteve të Akademisë së Arteve dhe aty shkolla do të përfaqësohet denjësisht me pjesëmarrjen tënde. Dhe ne të urojmë shumë. Unë doja të pyesja Kesin, çfarë pjesë ka Kesi? Atëherë unë kam një mbrëmje në teatr nga Samuel Frençi. Nuk jam vetëm, jam dhe me 2 shokë të mirë. Jemi 3 veta të cilët përfaqësojnë shkollën. Urime Kesi. Urojmë suksese. Ka ditë suksese. Dhe shpresojmë që të paktën një pjesë të teatrit tuaj të na sjellësh këtu me një pjesë videoje. Patjetër. Po, patjetër. Të krenohemi dhe ne, pse jo? Kemi pjesën tonë edhe ne pse jo mos krenohemi. Patjetër, unë që në fillim prandaj thash që ky emision ka shërbyer si një shkollë për aktrimin e fëmijëve tan, edhe për kompleksimin e tyre, edhe jo më kot në hera herës zgjedhim dhe tema të cilët i çojmë pas edhe i lidhim me procesin mësimor, me atë të dëfryerit në emisionin ton, me atë të aktrimit, sepse në hera herës bëjmë dramatizime për fëmijë dhe sjellim pjesëza të ndryshme. Qoftë krijimeve të stafit të këtij emisioni, qoftë edhe të krijuesve të tjerë të letërsisë për fëmijë. Por sot kemi zgjedhur zërin e legjendës për shumë arsye, sepse siç thamë, mitologjia dhe legjenda ka një vend të padiskutueshëm në letërsi si një boshtë kryesor për zanafillën e krijimit, por tek fëmijët ka vlera sepse i mëson ata të zhvillojnë një imagjinat.
fantazinë, të marrin fabulën e vërtetë, të kuptojnë që kush triumfon në jetë, me çfarë ndjenjash të identitetit kulturor duhet të fëmijët të mësohen edhe të kultivojnë në veten e tyre. Pra, zhvillon jo vetëm pjesën kulturore, por edhe gjithë aftësitë gjuhësore, i bën ata që të jenë më të shkathët, të kenë një fjalor më të pasur. Prandaj ne gjithmonë gjyshërit na thonin dëgjoni përralla, lexoni përralla, në mënyrë që kur të rriteni të filloni dhe të kuptoni se përdorimi i frazave të përrallave dhe mençurisë dhe fabulave të tyre do të na hyjnë në jetë. Dhe unë jam shumë e bindur për këtë që edhe në shkolla një cilët. Apo jo, Kesi, besoj që mitologjinë ju e keni trajtuar në shkollë? Po, e kemi trajtuar, kemi interpretuar dhe pjesë prej saj në orën e letërsisë. Kemi sjellë tregime, legjenda. Kojdhëna, rrëfime. Dhe në momentin që ti thua legjenda, Moza, mua më vjen në mendje gjyshja ime me atë zërin e ngrohtë dhe të ëmbël kur na vinte në gjumë dhe jo si fëmijët e sotve që gjyshja shkon aty në kokën e krevatit dhe i lexon prallat, por ajo na merrte në krevatin e saj të treve dhe na tregonte prallat. Sa gjë e bukur. Edhe mbahet mund ajo aroma e nënës është e paharrueshme. Ai preri dhe ai gjiri sa i ngrohtë. Dhe ne do të përpiqemi që nga gjyri i këtij emisioni, sepse ne kemi breza të ndryshëm në këtë emision, kemi nëna Shqiponjën, kemi teta Suzanën, kemi teta Almën, kemi fëmijët, kemi teta Mozën, pra kemi breza dhe gjenerata që tregojnë që ne vazhdimisht rinovojmë dijen, e marrim nga nëna Shqiponja, e sillim tek fëmijët, e përpunojmë ne tetat e kështu me radhë. Pra, jemi një pasuri gjeneruese. Dhe unë sonte kisha dëshirë, Moza, që ta fillonim emisionin me një video nga Margarita. Dova si do e filloj me Suzanën, nëse po Suzana nuk ka. E vazhdoj me video. Apo do të qëndrosh deri në fund? Unë do të qëndroj, por nuk do të vizitoj. Atëherë, me qenë se Margarita mungon sot fizikisht, por zëri dhe interpretimi dhe saj nuk mungojnë, ajo na ka sjellë jo një, po 4 video të shkurtra, të cilat ne do t'i ndjekim në vazhdimsi. Unë po nis me njërin prej tyre. Një tjetër legjendë të cilën e përzjodha për ju sot të dashur fëmijë, është legjenda e Krojit të Zanave. Dikur në një pyll të gjelbër, pranë një shkrepë të lartë, ndodhej një krua me ujë të kthjellët si kristali. Ky nuk ishte krua si gjithë të tjerët, ishte Kroji i Zanave. Thuhet se në netët më hënë, 3 zanat e malit zbrisnin fshehurazi për të larë flokët e tyre të artë në krua. Askush nuk guxonte të afrojë, sepse kush i shite pa leje, humbiste për jetë në pyll. Një djalosh kurajoz, i quajtur Ilir, u nis një natë për të parë zanat. Ai nuk kishte qëllim të keq, vetëm kurreshtje. Kur arriti afër Krojit, pa dritën që shkëlqente dhe dëgjoi një këngë aq të bukur sa ju drit zemra. Zanat e ndjen praninë e tij, por nuk u zemëruan. E pan që ai kishte një zemër të pastër dhe i than: "Nëse mban këtë sekret, ne do të bekojmë jetën tënde." Iliri u kthye në fshat dhe nuk i tregoi askujt çfarë kishte parë. Pas asaj nate, ai u bë i mençur, i urtë dhe u dashurua nga të gjithë. Fshatarët thonë se ujvara e Krojit të Zanave sjellin bekim për ata që janë të mirë dhe nuk prishin magjinë e natyrës. Kjo legjendë përcjell një respekt për natyrën, sekretet e bukura dhe mirësinë si çelës për mrekullit.
E shikoni pra se çfarë fundi të bukur, moralizues dhe optimizues kanë gjithmonë legjendat popullore për të rritur tek fëmijët, jo vetëm kureshtjen, dhe t'i pasurojnë shpirtërisht, por mbi të gjitha të rrisin sensin e vetë ndërgjegjësimit që gjërat gjithmonë kanë një shpërblim në jetë. Teta Alma, Cindy po ka vështirësi për të u aksesuar në program. Të lutem ndihmoje pak. Patjetër. Atëherë, me qënë se ne kemi teta Suzanën që donin t'i jepim vëmendjen për nisjen e emisionit, unë e ftoj që ajo të vazhdoj të lexoj legjendën përzgjedhëse të saj. Po, dhe para se të filloj me legjendën, shumë faleminderit Moza, dhe para se të vazhdoj me legjendën përzgjedhëse, do t'ju them se ashtu siç e tha edhe Moza jonë e dashur, dhe të gjitha ne jemi rritur në fakt me legjendat, me rrethimet, me tregimet, dhe ashtu siç e tha Alma e dashur, për gjyshet tona të mira, ato në atë kohë nuk menin librat, na i lexonin te koka e krevatit, Hitnazit e gjumi, por i sajonin ose i krijonin në ato momente. Dhe ishte e çuditshme se sa bukur dhe sa të rejtëse ishin këto gojdhëna dhe legjenda që na kanë mbetur në mendje. Mund të them se një nga këto legjenda është edhe, domethënë një nga këto rrëfime që unë kam dëgjuar dhe më ka ngelur, e përzgjodha legjenda e gruas së dritës. Në një kohë të lashtë, kur malet flisnin me erën dhe detet mbanin sekretet e botës, lindi një vajzë me emrin Lira. Thuaj se ajo kishte ardhur nga një yll që kishte rënë në tokë në një natë me hënë të plot. Lira nuk ishte si të tjerat. Ajo kishte një dritë në zemër, një dritë që ndriçonte rrugët kur gjithçka ishte errësirë. Rritej në një fshat ku gratë rinin në hije, heshnin dhe nuk guxonin të ënderonin. Por Lira nuk pranoi të fshihte dritën e saj. Ajo filloi të mësonte, të pikturonte, të këndonte e të udhëtonte përtej maleve, ku askush nuk ishte shkelur më parë. Një ditë, një stuhi e madhe përfshiu vendin. Uji përmbyti tokat. Njerëzit humbën shtëpitë dhe shpresat. Të gjithë kërkuan ndihmë, por nuk ishte ngelur asnjë dritë, përveç se asaj në zemrën e Lirës. Ajo qëndroi në këmbë një gur të madh dhe tiri gratë e tjera pranë saj. I nxiti të besonin në forcën e tyre, të kujtoheshin për zërin që kishin haruar. Gratë e ndoqën, ndërtuan shtëpi të reja, mbollën toka, ngritën ura. Kur stuhia kaloi, fshati nuk ishte më i njëjti. Ishte më i bukur, më i fortë, më i gjallë, fal dritës së grave. Thuhet se edhe sot, kur një grua zgjohet nga heshtja, kur zgjidh të jetë e lirë, të ndërtoj, të nderoj, ajo është pasardhëse e Lirës, gruas që është quajtur gruaja e dritës. Ja për të dashur fëmijë dhe familjarët tuaj dhe kushdo që e dëgjoj, kjo ishte legjenda gruaja e dritës. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Pa diskutim që na pëlqeu. Faleminderit Suzana. Aq më tepër që ti e solli aq qetë, aq bukur. Siç duhet të jenë në fakt rrëfimet edhe tregimet popullore që bartin në vetvete qetësinë edhe paqësinë për të ngulitur mirë mesazhi i saj. Prandaj do të ftoja që edhe fëmijët kur të bëjnë legjendat e tyre të munden t'i rrëfejnë avash në mënyrë që të hyjmë qetësisht në zemrat e çdo fëmie apo pse jo dhe të rrituri që do të ndihet sot në këto çaste fëmijë.
Dhe do të ftoja me një mirëseardhje Cindy për lekën. Cindy, mi mbrëma dhe mirë se erdhe zemër, duke e përgëzuar një kohësisht Cindyn për një event që ka kryer shkolla e saj. Para pak ditësh, në nder të ditës botërore të librit, shkolla 9 vjeçare ku Cindy mëson, ka kryer një aktivitet për ditën botërore të librit dhe një pjesë e aktivitetit ka qenë një pjesë dramatizimi që është bërë dhe në emisionin ton Djali Ndryshe. Këtu Cindy ka kryer rolin kryesor të moderimit dhe një kohësisht të rolit kryesor që është autori rrëfyesi. Dhe nuk e di nëse ja ka dërguar Almës videon, por nëse jo, në një moment tjetër ne do ta shfaqim për të treguar angazhimin jo vetëm të Cindyt, por të gjithë mësuesve të shkollës, të cilët kanë ndërmjetësuar që grupi i fëmijëve ta sjellë si në një skemë të vërtet, të improvizuar sipas gjithë ngjarjeve ilustrative, edhe me gjyshet me shami, apo me gjyshet që bënin shtiza, që rrinin në lulishte dhe ndiqnin fëmijët që luanin top, fëmijët që luanin dhe ndërvepronin me njëri tjetrin, dhe moderatorja jon, rrëfyesja, autorja Cindy për leka, shkëlqyer me interpretimin krahas fëmijëve dhe gjithë mësuesve që ishin aty në juri për të duar trokitur suksesin e fëmijëve kaq të disiplinuar. I përkëzoj dhe i falenderoj, meqense ndjes për kohën, por më duhet i falenderoj publikisht sepse kanë bërë vërtet një punë të mrekullueshme. Dhe ne një pasazh të saj do ta sjellim Alma në një moment tjetër, besoj. Pa diskutim. Faleminderit teta Moza. Përgëzime Cindy. Dhe të gjithë ju. Atëherë Cindy, çfarë ke përgatitur për sot për të sjellë një pjesë nga mitologjia apo legjendat? Po, unë do të lexoj legjendën e liçenit të Ohrit. E ndjekim. Vjetërsia e këtij liçeni është milionëshe. I krijuar nga shembjet e tokës, ky liçen është të shtrirë në 2 shtete. Këtë më së mirë e vërtetojnë edhe aktivitetet dhe lëvizjet teknike, si edhe mali për 100 metra lartësi, në nivelin e këtij liçeni. I mbushur plot me bukuri dhe legjenda, liçeni i Ohrit mbetet ndër atraksionet më të mira në vend. Një legjend mbi këtë liçen thot: kur Zoti krijoi liçenin e Ohrit, tha: kam krijuar liçenin më të bukur në këtë planet. Mirë po, njerëzit këtu janë shumë mëkatar. Si pasojë e mëkatit, do të krijoj edhe një përbindësh. Dhe Zoti ashtu bëri. Askush nga njerëzit nuk e dinte se çfarë përbindëshi do të krijonte Zoti. Prandaj, të gjithë kishin frikë që të jetonin pranë këtij liçeni. Një ditë, kujtitesh, një djalë i kësaj ane, i quajtur Strug, vendosi që të shkonte te liçeni. U zhyt në ujë që të ballafaqohej me përbindshin. Aty filloi një luftë vërtet e ashpër, deri në vdekje. Kështu, përbindeshi e fitoi betejën dhe e përpiu të rion. Pas kësaj situate, banorët e kësaj zone vendosen që ta sfidonin përbindeshin. Banorët e gjetën guximin që në brigjet e këtij liçeni të ndërtojnë një fshat, ku në nder të vdekjes së të riut, ja vendosën emrin Strug. Po ashtu një legjend tjetër thot për liçenin e Ohrit, tregon për varrosjen e një qyteti afër këtij liçeni, ku banonte fisi i lirë Enkelejtat. Legjenda tregon që një tërmet i fuqishëm që ishte shkaktuar në atë kohë, rënoi tërë qytetin dhe zhyti në ujë. Rënojat e këtij gjenden në liçenin e Ohrit. Andaj, përveç vlerave historike, kulturore dhe fetare, ky liçen në vete përmban një histori mitologjike dhe legjendare në vete. Me bukuritë natyrore që ka edhe pozitën shumë të volitshme, gjeopolitik, është kryer në një vend i një rëndësie të veçantë të turizmit dhe kulturës
në atë vend. Faleminderit, kjo ishte legjenda. Shumë faleminderit. Faleminderit. Vërtet impresionante fakti që ka një kryqëzim të informacionit sa historik kulturor të edhe aq edhe aktual. Pra kemi një ndërthurje të kulturës edhe të dijes dhe të mençurisë dhe të mitologjisë. Gjetur dhe ardhur edhe në formë interpretative shumë të bukur që na mbajti të ngërthyer pas Sindit. Sindi, të falenderoj zemër për përgatitjen tënde serioze si për herë. Dhe unë tashmë dua të ndalem tek një tjetër mençuri origjinale e këtij emisioni, që është Nëna Shqiponja. Ke nditur shumë urtë sot. Nëna Shqiponja, si e ke hallin? Kam mbytur mikrofonin, se harroj ndonjëherë, them ndonjë kështu, paradhë. Faleminderit që më dhat fjalën. Mendova se do ja jepnim Kesit, me që është mbas Sindit. Janë një moshatare, besoj. I ndërthurim pak moshat. Ndaj poria kështu dëgjova me vëmendje Sindin, e thash tani do thot Kesi dhe poria qetësi. Unë në fakt nga legjendat më kanë pëlqyer sepse ne në kohën tonë kishim gjithmonë dhe në bisedë letrare, nëse mban mend ti Moza, ose ti Suzana, që i bënim në letërsi, i kishim në veçanti për të diskutuar dhe si personazhe dhe orë letrare. Tani i thonë orë letrare, atë i thoshin bisedë letrare. Gjithsesi. Edhe më kanë pëlqyer gjithmonë. Kam pasur edhe këtu libra, po kush futet dhe i kontrollon, përveç Mitrush Kutelit, është edhe Lazgushi që ka shkruar shumë legjenda, po Mitrushi ka qenë nga të parët që e kam lexuar, që në klasë të 4. Ma merr mendja, se më kujtohet shumë mirë që kisha një legjend tjetër. Po unë kam zgjedhur legjendën Besa e Konstantinit si fillim, dhe pastaj kam dhe një legjend tjetër për të lexuar nëse do na ngelet koha. Në këtë legjend bëhen fjalë për historinë e një vajze shumë të bukur, që është motra e vogël e 12 vëllezërve. 6-6-12, Dorontina 13. Ish një herë një mot, një nën shumë e mirë, i kish 12 bij të hishëm. Të 13-ën e kish një bij të bukur, mbi shoqet e gjitha që ja thoshin emrin Dorontinë. Vasha u rit dhe u bë për të martuar. Mi po nga bujarët e atij vendi, askush nuk e gëzoi. Të gjithë e dëshironin dhe askush s'guxonte ta zinte për nuse, sepse nuk e ndjenin veten të Zot për ta marrë për shoqe. Atëre na vjen një trim i largët, i mirë, i hishëm, i fisëm, dhe nisi dërgon shkesë dallandyshin që të kërkoj Dorontinën për nuse. E mba dhe të 11 vëllezërit e mëdhenj nuk donin t'ja jepnin, sepse trimi ndonse i mirë e i fisëm ishte nga një vend shumë larg. Vetëm i vogli Konstantini donte. T'ja japim zonja mam, thoshte ai. Se trim është dhe është njeri i mirë, më ka hyrë në zemër. Konstantin bir. Çfarë thua kështu? Ja kthente Aljoma. Aq larg do ma shpirë Dorontinën time? Se në Daça për gëzim nuk do ta kem për gëzime. Më shkruajnë, po mos më shkruani bre se më pengoni. Dëgjoj dhe tingulli bre. Aq larg do ma shpirë Dorontinën time? Se në Daça për gëzim? Për gëzime s'do ta kem. Në Daça për helm? As për helme nuk do ta kem. Të jap besën, zonja mam, se kur ta duash Dorontinën, qof për gaz, qof për helm, vete unë ta sjell. Pak të ul pak volumin se nuk po më lën, 1 minutë. Ja e mbylla. Mëma dhe të 11 vëllezërit u bindën, e vluan dhe e martuan, Dorontinën me trimin e largët. Bën dasëm 9 ditë, të 10-ën trimi erdhi, e mori nusën dhe shkoi te dheu ti i largët, pra te vendi ti i largët. Unë e kam marrë njësoj si ishte me gjithë dialektin. Mëma e Vasha qanë me lot kur u ndal. Shumë luftra luftuan atë mot te dheu yll, se kishte ardhur dhe një i huaj që e shkeli dhe e pushtoi.
të 12 vëllezërit dolën të luftojnë për vendin e tyre dhe u vranë një pas një të gjithë. Kur ju vra djali I parë, mama fshirtiu dhe tha: "Biri im, unë nuk kam helm, e nuk do të qaj, sepse ti re për dheun tënë, për vendin tënë dhe më mbetën dhe 11 të tjerë. Kur ju vranë të gjashtë trimat e të dashur, ajo derdhi vetëm nga një lot për secilin e bëri vetëm nga një vajtim. Po kur u nisën t'i vritin dhe të tjerës, në mos ju kuput zëmra dhe lëshoj një fshirtim të madhe sa I gjithë vendi o shëtiu. Mjerë unë helm që kam, të mos kem dëruntinën pranë këtë zi, që më kam mbuluar zia shtëpin." Kur u vra djali I fundit, Konstantini, mama shkulli leshat të bardhë dhe thiri: "Bobo, vdekje, e në mosura vdekje, ti mi more 12 bie, tani kush mund të di, as më merë dhe mua, po ti me bien ti me të dëshiruar, ku mund të gjej?" Kur u gdhije shtuna e të vdekurve, mama vajti të varret e të bive. 12 djem kish pasur, 12 varre ka tani. Mbi çdo varë ka ndezur një qeri e vajton, por mbi varë të Konstantinit ndezi 2. Dhe bëri 2 vajtime, qau me nga shërim dhe thiri 3 herë: "O biri im, o biri im, o biri im!" Dhe 3 herë të tjera: "Oh Konstantin, oh Konstantin, oh Konstantin." Pastaj u shëm për dhe, pushtoi gurin e varrit e u tre: "Konstantin o birë, ku është Besa? Besa që më dhe si do më sidhje Dorontinën të motër. Besa jote vdiq bashkë me ty e kalbet në varë të zi." Kështu tha dhe e lau varrin me latë. Kështu në mesnat, Konstantini ngrihet nga varri dhe guri I varrit I bëhet kal I zi si nata. Edhe dheu I zi ju bë shale ze si nata. Rrotulla që mbante gurin u bë frej argjend. Trimi I pikalit u përkull përpara, uli krye dhe I ra me shpëret. Kaftoi si frym malet e fushat, hodhi lumenje për rrenj dhe la prapa ka tunde kodra e pyje. Konstantini arriti te shtëpia e motrës kur kush dal bjelli. Ajo ndodhi ditë e premte. Në shesh përpara shtëpisë, gjeti të bijt e të motrës, niprit e tij që lozdin dhe vraponin pas si dallandyshe. Dhe I pyeti: "Bij të zëmrës, ku është zonja mama juaj?" "Konstantino daj," I thanë ata, "mama jon po hedh valle në shat, atje tek bëhet dasëm." Konstantini shkoi shpejt te vallja e parë, pa një lumë vasha të bukura të këndonin e vallëzonin dhe tha me vete: "Të bukura jeni moj vasha, por për mua nuk jeni, sepse unë s'jam më në këtë botë." Dhe u afrua të pyes: "Zuar vasha të bukura, ash me ju Dorontina motra ime? Shko përpara trim, do ta gjesh duke kërcyer arreshëm, është veshur me një petkë të ndritshëm kadifeje." Konstantini vajti te vallja e dytë dhe u mat të pyeste përsëri, por Dorontinën e pa vet dhe I thiri: "Konstantino im vëlla," thiri Dorontina dhe ju afrua dhe përqafoi. "Dorontin o motra ime," I tha Konstantini. "Eja të shkojmë, nëna zonjë të kërkon në shtëpi, ajo të pret. Më thuaj vëlla si të vi, në më do përgas të vete të marrë stolit më të mira, por në mos më do për mos qofte thënë për helëm, më thuaj të vishe me të zeza." "Eja motër ashtu si je." E mori në vithje të kalit dhe iku shakullim. Ka përcyen si në ëndër, male, fusha, pyje, kodra e lumenj dhe hëna e yjet të shtangur e shikonin të çuditur. Gjatë udhës, motra e pyeti vëllan: "Konstantinin vëlla, përse shpalltat e gjërat janë mbushur me myk?" "Dorontino I motër, shpallat mi ka mbuluar tymi I shkulleve në luftë, se në vendin tonë u bë luftë e madhe, erdhën armiqt dhe ne të gjithë luftuam." "Konstantin vëlla, përse flokët e derdhur I ke gjithë plur?" "Gjatë udhës motër, ishte shumë plur dhe mi pluhurosi flokët." "Konstantin, përse vëllezit e mi të bukur si drita s'kan dalë të na presin?" "Dorontino I motër,
Ndoshta janë në lodër e spresin të bemin e sonde. Konstantin vëlla, po dritarët e shtëpis janë të mbyllura krejt. Përse vëlla? Dërëntina motra ime. I kemi mbyllë se frynere forte e dimër bëhet. Kur arrin pranë kishës, Konstantini i thot motrës, ti shko përpara se unë do hy të falem. Konstantini shkoi e hyri prap në vartëzi. Kali u bë gur, shala u bë dhe freri i argjënt u bë rrotull. Dhe përsëri rreth e qark zotronte zëri i vdekjes, heshtja vdekjes. Ndërkaq Dorotina gjithçka dhe troket gjithë gëzim në derë. Mama, erdha, mëmkë, hapi derën. Kush je ti që trokollin aty te dera? Hapi nën, hapi, jam unë ju të bi, Dorotina. I këtu ti nga ka ardhur o vdekje shkret. Ti mi more të 12 bit. Tani ka ardhur të më marrësh dhe mua që të mos shoh më Dorontinën time. Ç'po thua moj zonja mam? A nuk më nje zërin? Nën, jam unë Dorontina jote. Uli herë gishtin të evrima kyçit që do të shohet të njoh. Dorotina fut gishtin e vogël të evrima e kyçit. Atë gisht të holle të bardhë. Mama e njohu sa ka që i hapi derën. Po kush të solli këtu, oj zemra ime? Konstantini nën, më solli Konstantini im vëlla. Po cili Konstantin moj bi? Konstantini im ka vdekur bashkë me 11 vëllezërit e tjerë. U vranë në luftë. Dhe ashtu të përqafuar të dyja, njëra te pragu e njëra te dera, plasën si qelçi me verë. Ishte e gjatë, Jo, mua më kujtua teatri. Edhe mua në fakt, më kujtua dhe emocionet. Dhe po ju tregoja, shiko si më është rrënqetur mishi, po ju thosha, shikoje. Dhe sa herë që unë shikoja atë dram, faktikisht unë qaj. Është në fakt është shumë e dhimbshme, por ka një mesazh shumë të madh që është besa. Edhe na bën krenar, domethënë kur e dëgjojmë edhe kur sa herë e shohim edhe në skenë dhe ardhur dhe nga interpretimi i ndryshimit të zërave që bënte Shqiponja, ishte vërtet rrënqetëse. Në fakt nuk e bëra shumë ndryshimin, se edhe vetë isha më vinin ca gjëra në mendje dhe ma ndryshonin dhe zërin. Kështu që e kam kaluar ca vende kështu për mos të dhënë. Unë ta kisha pak frikën, me thënë drejtën në këtë përzgjedhje. Edhe pak, po më kurdise shtruni dhe ndaj i kam rënë qik shkurt në ca vende, i kam ka përzyer. E ke bërë mirë në fakt, sepse dhe koha kaq na lejon dhe të falimderit shumë që superove gjithçka dhe e solle kaq bukur. Ne kemi ca mesazhe Kalamaja. Cila nga ju të dyja do të filloj të na i sjellë emocionet e dëgjuesve dhe shikuesve tanë besnik? Casey, Cindy, bëjeni me radhë të dyja. Moza, para se të fillojmë me mesazhet, do ju them të gjithave natën e mirë. Kalofshi një mbrëmje edhe dëgjuesve tanë, të vegjël dhe familjarëve të tyre dhe miru takofshim në emisionet e ardhshme. Më duhet të largohem. Faleminderit për kohën. Faleminderit Suzana. Miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Dhe Cindy sash, kështu që për të sjell leximin e mesazheve nga dëgjuesit tanë, Casey? Po. Atëherë fillojmë me mesazhet, me mesazhin e parë, Zoti Sotir Jorgji, super bukur, shumë faleminderit. Ke lexuar nga fundi, më duket, po s'ka gjë. Pasi unë shkruese Bona Abazi, e cila na ndjek gjithmonë, madje është dhe pjesë e jona. Mirëmbrëma të ëmblat e mia, Mimoza, Shqiponja, Alma dhe Suzana. Përshëndetje dhe aktores së vogël Casey, përshëndetje teta Bona. Ju uroj suksese në emisionin e sotëm që do të na dërgoni në folklor, në kohë të prallave dhe legjendave, në mitologji. Unë do t'ju ndjek me vëmendje dhe shpresoj që të më rikthejnë kohët me gjyshrin e mi, kur na tregonin pralla, historinë ndonjë legjendë dëgjuar nga vetë ata.
ju përshtatoj, edhe ne të përqafojmë që ta bona dhe shumë faleminderit që na ndjek. Hidajet të Xhedo, përshëndetje miqet e mia dhe emision të mbar, respekte, gjithashtu edhe për ty. Atëherë vazhdo Nina Mata, e cila thot përshëndetje ju të emisionit tonë të preferuar që na dhuroni emocione çdo të tjerë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju që na ndiqni. Është sërish mësuese Bona, e cila thot më lejoni të përshëndes dhe të përgëzoj dhe shtindin e bukur për interpretimin e saj në rolin e autorit dhe mamit të djalit, të cilën e ndoqa në videon që kishte shpërndar vetë Hindi, ku më pëlqeu shumë. Gjithashtu më fjalë dhe me lot në sy ky dramatizim i shkruar i zhbukur nga Amla Mimoza Hoxha Gastra, urime. Faleminderit Bonës, faleminderit vërtet. Atëherë Esmeralda Përleka, e cila është mami i Sindit, mirëmbrëma paneli më i dashur për ne. Urime dhe suksese për të gjithë. Na kënaqet. Shumë faleminderit. Faleminderit Esmeraldës. Faleminderit edhe Ina Matës që është edhe e sëmur, është s'po them tani lidhja familjare se është e shumë fisht, por që edhe pse e sëmur po asiston dhe po na jep kurajo dhe mbështetje nga shtëpia. Faleminderit dhe të shkuara. Vjojmë tek Ina Mata sërish, na kënaqe nëna Shqiponja, po dhe është Sindi në panel apo jo, është larguar. Po okay, si vazhdo tek Albert Xheleka apo i lexon? Albert jo. Albert Xheleka thot super, shumë faleminderit. Të lumë të goja ty. Vazhdo sërish. Bona Bazi, po. Bona Bazi, nëse Bona Bazi është për interpretimin e Teta Shqiponjës, të lumë Ponja, e kemi dramatizuar dhe në shkollë me nxënësit. Folklore është vlerë për ne, urime. Atëherë, besoj që më duhet edhe mua të sjell një legjendë, dhe unë kam përzgjedhur një legjendë shumë të shkurtër. Më fal. Po. Se unë paranërisht shpesh, po unë jam vetëm për të prishur. Vetëm për të prishur rregullin tuaj. Meqense unë kam shumë video këtu, unë do preferoja të vija një video tjetër, pastaj të vazhdojmë. Kështu që t'i bëjmë pak të ndërthurura. Po. Okej. Unë do vija një video tjetër të Margaritës, por nuk është e vetë me Margarita, sepse kemi edhe të utën, kemi edhe Mimozën. Mund të shfaqim të utën, Shaqiraj. Ka një video të shkurtër me sa di unë. Dakor, s'po ta prish. Nuk po ta prish, se unë thash do vazhdoj me Margaritën, ti thua me të utën, s'po ta prish. Po, le ti bëjmë një çik. Mbrëma të dashur fëmijë, sonte për ju kam një legjendë mjaft të bukur edhe romantike. Ai titullohet Klisja dhe Dielli, pra është legjenda e lules së diellit. Klisja ishte një nimfe re, e bukur dhe ëndrimtare, që jetonte në tokat e lashta të Italisë. Ajo ishte thellësisht e dashuruar me diellin ose Heliosin, perëndin që udhtonte çdo ditë në përqiell me karrocën e tij të artë. Klisja çdo ditë e ndiqte me sy rrugën e tij. Nga lindja në perëndim, e pa nga lëndina, nga mali e nga fusha, dhe sa herë që ai ndriçonte tokën, ai ndjente se ai i përshëndeste vetëm asaj. Por Heliosi, që ishte kapriçoz dhe shpesh i ftohtë, u lon nga përkushtimi i Klisjas dhe braktisi duke dashuruar një tjetër. Klisja mbeti vetëm, por nuk rishti kurrë së pari diellin. Ajo ndenji pa ngrënë, pa pirë, pa folur, vetëm ndiqte diellin me sy të lakur çdo ditë. Zotat, të prekur nga përkushtimi i saj, vendosën ta kthenin në një lule. Lule diellin, që nga i qast, Klisja nuk lëvisi më, por fytyra e saj ndiqte gjithmonë diellin nga mëngjesi deri në mbrëmje.
Romantike, legjenda romantike dhe Teuta që e solli kaq këndshëm dhe kaq bukur, apo jo? Atëherë, si do vjojmë, Alma? Do shfaqim videon e Margaritës? Si të duash. Hajde, ta dëgjojmë Margaritën. Përshëndetje të dashur fëmijë. Siç e keni kuptuar, sot në emisionin Bota e Fëmijëve do ju tregojmë për legjendat dhe për rrallat. Para se unë t'ju tregoj një legjend, dua t'ju them diçka rreth legjendave dhe për rrallave. Fëmijë të dashur, a e dini se shumë kohë më parë, kur nuk kishte libra apo televizor, njerëzit i tregonin njëri tjetrit tregime rreth zjarrit në mbrëmje. Këto tregime quhen legjenda dhe gojdhena. Legjendat flasin për erojnë të mëdhenj si Skënderbeu, që mbronte vendin me shpirt trimërie, ose për vajza të mençura që shpëtonin fshatin me zjuarsinë e tyre. Gojdhenat na tregojnë pse një mal ka atë formë, si u krijua një liqen, apo pse një vend ka një emër të çuditshëm. Disa gojdhena flasin për zanat e malit, dragojt apo shpellat e magjisë. Ato janë si një magji e vjetër që na e sjellin gjyshrit me fjalë dhe me zemër. Janë një thesar që ne duhet ta ruajmë, ta mësojmë dhe ta tregojmë edhe ne më vonë. Sepse kur i dëgjojmë legjendat, ne dëgjojmë zërin e popullit tonë, zërin e historisë, të urtësisë dhe të dashurisë për vendin. Sot unë kam zgjedhur një ndër legjendat dhe pikërisht legjendën e Rozafës. Normalisht kjo është e shkurtuar, nuk e kam sjell të gjithën, por po e lexoj për ju. Në qytetin e lashtë të Shkodrës, 3 vëllezër vendosën të ndërtonin një kala në majtë të një kodre të lartë. Ata punonin nga mëngjesi deri në mbrëmje, por çdo natë muret që ndërtonin rrëzoheshin si me magji. Një ditë u shfaq një plak i mençur dhe u tha: "Kjo kala nuk do të ngrihet kurrë, përveç se nëse flijohet dikush. Muret kërkojnë sakrificë." Vëllezërit u habitën. Plaku u tha: "Nesër në mëngjes, gruaja e parë që do t'ju sjell bukë, ajo duhet të muroset në themel të kalas." Të dy vëllezërit më të mëdhenj i treguan grave të tyre të mos vinin. Vetëm vëllai i vogël nuk i tha gruas së tij, Rozafës. Ai besonte në fatin dhe drejtsinë e Zotit. Të nesërmen, vetëm Rozafa erdhi me bukë në duar. Kur mësoi ç'kishte ndodhur, nuk qau, nuk u zemërua. Ajo vetëm tha: "Nëse duhet të murosem, më lini një sy jashtë që të shoh djalin tim, një dorë jashtë që t'ja ledhatoj kokën dhe një gji që ta ushqej." Kështu ndodhi. Rozafa u muros dhe kalaja nuk u shend më. Qyteti u rrit rreth saj dhe kalaja e Rozafës qëndron edhe sot si kujtim për dashurinë e një nene dhe sakrificën për diçka të madhe. Ty të lumë të goja, moj Margarita, po kush është mesazhi këtu, Moza, përveç asaj që tha Margarita? E para njerë unë dua ta komplimentoj edhe të them që vërtet e solli kaq ëmbël edhe kaq ngrohtë edhe kaq dashamirësisht, por legjendat përsërisin njëra tjetrën në mesazh, sepse besa të mbajturit e fjalës është edhe në këtë legjendë triumfon, apo jo? Jo, këtu është pabesi edhe tradhtia, xhanëm, po që mirë. Ai që e ka në themel besën e mbajti dhe e pagoi shtrejt. Po dëgjoj,
Shpesh herë sfidat na mësojnë që unë nuk do ta kap të pjesë, dua ta cilësoj tek pjesa ime, por shoh Kesin që ka ngritur dorën dhe insiston thot diçka. Po Kesi. Atëherë të Alma më lejo të ta them unë atë që kuptova, domethënë. Përveç besës që na karakterizon e shqiptarëve, dhe është ajo hynorja e dashuria hynore e nënës që gjithmonë në rast parë dhe kur i duhet të flijohet, është vetë sakrifikim, ai gjithmonë mendon për fëmijën e saj. Domethënë, është ajo shprehja që ikën me kokën mbrapa. Një nën nuk mund t'i keq qenë nga kjo botë kur ka fëmijë. Kur lëm mbrapa shpjegoj ajo që ishte edhe aq e pafajshme. Atëherë do t'ja ilustroj unë Almës këtë me një legjendë tjetër, po kaq interesante. Dhe dua të them që nganjëherë na ka ndodhur të gjithëve që vendosemi në momente kritike në jetë, përballë sfidave, përballë dhimbjeve, përballë vështirësive, dilemave, problematikave të ndryshme. Edhe në situata të tilla i bëjmë shpesh herë pyetjen vetes, pse mua? Por në fakt, mbasi dalim apo në këtë proces kalojmë dhe sfidojmë veten, kuptojmë që sfida jep tjetër kuptim jetës edhe na formëson ndryshe si personalitet. Dhe çfarë bëjmë? Ne zbulojmë tek vetja potenciale, të cilat më parë nuk është se i kemi njohur, apo na bën që ne të mësojmë gjëra që ndoshta nëpër libra as nuk i kemi lexuar, as nuk i kemi trajtuar, apo ndoshta i kemi anashkaluar. Mësojmë dhe zbulojmë tek vetvetja që kemi shumë durim për t'i përballuar ato gjëra që thonim, po të më bie mua për shembull, nuk e di si do ta kisha superuar. Pra, nga sfidat dhe nga dhimbjet dhe nga gjithçka tjetër dalim më të fortë se kurrë. Dhe rritet empatia, rritet ndjeshmëria, bëhemi më njerëzor dhe bëhemi më të butë dhe më të dashur me njëri tjetrin. Por unë dua që t'ju sjell fluturimin e shqiponjës si një karakteristik e një legjende e cila është një legjendë indiane, por unë kur e lexova këtë kisha parasysh shqiponjën tonë. Dhe është pak edhe unë si ke shqiponja e çova, thash ka marrë shqiponja fluturimin dhe se kam parë. Jo, është një kod mes meje, shqiponjës dhe Almës, për një të vërtet shpirtërore të shqiponjës, dhe brenda është morali që shqiponja më ka dhënë të kuptoj gjithmonë tek ajo dhe te shumë gra të tjera që kanë kaluar procese të vështira. Ndiqeni dhe do më kuptoni. Një legjendë popullore indiane thot se shqiponja jeton deri në 70 vjet. Por që kjo të ndodh, rreth moshës 40 vjeçare, ajo duhet të marrë një vendim të vështirë. Në këtë moshë, kthetrat e saj bëhen më të gjata dhe më të lakueshme dhe nuk arrin më të kapin prenj për ushqim. Sqepi i saj i gjatë dhe i mpret është i përkulur, krahët e plakur dhe të rënduar nga pendët e rënda dhe shumë të trasha shtypin gjoksin e saj. Fluturimi është tashmë shumë i vështirë. Shqiponja ka vetëm 2 alternativa. Të lejoj veten të vdes, ose të përballet me një proces të dhimbshëm që është rinovimi, që zgjat plot 150 ditë. Nëse zgjedh opsionin e dytë, shqiponja fluturon në majtë e një mali dhe të riqet në një fole të parritshme, të ngjitur pas një shkëmbi, një vend nga i cili do të mund të kthehet me një fluturim të qetë dhe të sigurt. Aty shqiponja fillon të godasë sqepin e saj mbi shkëmbin derisa t'i bjerë, duke përballuar me guxim dhimbjen e kësaj procedure. Pas disa jetësh, i rritet një sqep i ri. Me të shqiponja fillon të nxjerrë një nga një kthetrat e vjetra, pa e vrarë mendjen për dhimbjen. Kur i rriten kthetrat e reja, me to dhe me sqepin e ri, shqiponja fillon të heqë nga trupi të gjithë pendët e vjetra, një e nga një. Kur rriten pendët e reja, shqiponja e rilindur, sillet në fluturimin e saj të ri për të rritjes,
dhe fillon të jetoj dhe 30 vite të reja më energjike, më e fortë dhe më e fuqishme. Dhe kjo është ta nënat dhe gratë që jetojnë. Në fakt, Muza, më fal pak se hyra se s'të mora leje. Muza, unë e kam thënë dhe në një poezi timen, cikli jetës, askush se di se si mund t'i shkoj. Se 40, se 80, se du të luftosh, se du të bësh e fort, asnjëri nuk e mendon pa ndodhur gjëja, pa ndodhur diçka. E kam thënë dhe në një zënd ku isha e ftuar që më thanë çfarë të bën të fort. Unë vetë do thoshe që ka ca gjëra që të detyrojnë për të mbijetuar ose për të qenë e pranishme mes njerëzve që të duan. Dhe Shqiponja, e kam ditë historinë e saj ka kohë që e dija, që ha veten, do të thotë që për të mbijetuar, dhe shpesh e përdor dhe unë që jam Shqiponjë, them, ndaj i bëj ballë të tërave, dhe i bëj ballë shumë gjëra, jo përveç se vetëm vdekjes, sepse kur na marrin njerëzit e dashur, askush do donte që të jetonte më, por s'është në dorën tonë që të vrasim veten, sepse është ligji i parë që duhet të mbijetosh mbi të keqen. Dhe Shqiponja për të qenë e fortë, si të quhet, ndaj jeton vetëm lart dhe nuk ushqehet me kërma, sepse jeta e dytë e saj është sfida që është bërë jetës së parë. Pikërisht, është ringjallja, rilindja. Ringjallja, këtu do dilja. Rilindja e njeriut fillon nga dhimbja e shpirtit. Nëse ti nuk e provuar dhimbje, nuk e kupton dot dhimbjen e tjetrit. Son kohë që më gjykon se nuk e di. Unë prandaj në hyrje thash që sfidat japin tjetër kuptim jetës. Na bëjnë më Jo, dhimbja e shpirtit nuk është sfidë, dhimbja e shpirtit është detyrim. Të detyrojnë që të dhëmë shpirtit, se asnjëri s'do që të haj veten, të haj thonjët, të haj pëndët, të heqi, më thënë, të jetoj vetëm në një mali derisa të rinovohet. Pra 180 ditë, 130 ditë, nuk janë pak. Që kurse unë për shembull nuk marr dhimbje, marr pjesën e gëzimeve. Dikur vuaja në pjesë të ndryshme, po si bëja shpirtërore, i thoshja doja dal, për diçka që ja dal. Ama kur dhimbja të detyron dhe të vret, ti thua, unë do të sfidoj dhimbjen, sepse dua të buzëqesh dhe për ata të tjerë që më duan mua. Kjo më merr mendja se mesazhi nënave është gjithmonë më i forti për t'ua dhënë dikujt tjetër. Mesazhi nënave është tamam si Shqiponja. Ne ham veten për të mbijetuar për të tjerë. Kjo është vetë sakrifikim. Jo vetë mohim, po vetë sakrifikim. Pikërisht, pa ndodhur këto ndryshime në jetë, ne nuk mund të jemi kaq të mirë sa që jemi deri tani. Kështu që faleminderit për shembullin dhe për mesazhet që përcolle. Dhe Alma, me qënë se ti ke shumë video të tjera, besoj do të eci me videot apo do lëm Kesin mos kanë një mesazh tjetër, një legjend tjetër të shkurtër për të interpretuar? Kesi, ke diçka tjetër apo të eci me videot? Unë kam legjendën e hënës më del pasan, por nuk ka problem, në qoftë se mund të vazhdojmë pas videos të Mimoza i Dhonit, okay? Okay. Asgjë. Përshëndetje të dashur miq. Pralla që do lexoj sot për ju titullohet Legjenda e liqenit të Ohrit. I mbushur plot me bukuri dhe legjenda, liqeni i Ohrit mbetet një ndër atraksionet më të mira në vend. Ekziston një legjend mbi këtë liqen që thotë: kur Zoti krijoi liqenin e Ohrit, tha: kam krijuar liqenin më të bukur në planet. Mirë po njerëzit këtu janë shumë mëkatarë. Si pasojë e mëkatit, do krijoj edhe një përbindës dhe ashtu bëri. Askush nga njerëzit nuk e dinte se çfarë përbindësi do krijonte Zoti. Prandaj të gjithë kishin frikë që të jetonin pranë këtij liqeni. Një ditë prej ditës, një djalë i kësajane i quajtur Strug vendosi të shkonte tek liqeni. Ai u zhyt në ujë që të ballafaqohej me përbindësin dhe aty filloi një luftë e ashpër deri në vdekje. Kështu përbindësi e fitoi betejën dhe e përpiu të riun. Pas kësaj situate, banorët e kësaj zone vendosën që ta sfidojnë përbindësin. Në brigjet e këtij liqeni, ata ndërtuan një fshat, të cilit në nder të vdekjes së të riut
ja vendosën emrin Strug. Po ashtu, për liçenin e Ohrit ekziston edhe një legjend e cila flet për varrosjen e një qyteti afër këtij liçeni, ku banonin fisi i lirë Enkeleidët. Legjenda tregon që një tërmet i fuqishëm që kishte ndodhur në atë kohë, rënoi tërë qytetin duke e zhytur atë nën ujë, dhe se akoma sot e kësaj dite rënojat e tij gjenden nën liçenin e Ohrit. Prandaj mund të thuhet se përveç vlerave historike, kulturore dhe fetare, ky liçen përmban dhe një histori mitologjike dhe legjendare më vete. Me bukuritë natyrore dhe pozitën shumë të volitshme gjeopolitike, është kthyer në një vend me rëndësi të veçantë të turizmit dhe kulturës në vend. Faleminderit shumë. Të falenderojmë edhe ne Mimoza Aidhoni. Dhe kthehemi sërish tek Teuta Sadiku, sepse kemi tek Teuta Shaqiri, sepse e kemi gjithmonë të pranishme, që është gjithsesi pjesa e panelit ton, edhe pse nuk është fizikisht, por zëri i saj i ëmbël nuk mungon asnjëherë. Po. Nëse doni, unë mund të shfaq një video tjetër të Margaritës, ose Casey mund të vazhdosh, si të doni. Polita dëgjoj. Vazhdo Casey atëherë, sepse mund t'i japi më vonë. Okej. Atëherë unë kam lexuar. Më fal një sekond, duke qenë se cikli i legjendave është kaq i shtrirë, ne do të vazhdojmë me video që na mbesin sot, ndoshta ne mund t'i shfaqim në emisionin e ardhshëm. Sërish në emisionin e ardhshëm, ne do të vazhdojmë me pjesën e legjendave. Dhe kështu që kemi mundësi dhe kohë për t'i dhënë secili hapësirën e vet. Kesi të ndjekim zemër. Po. Atëherë është legjenda e hënës mbi Elbasan. Shumë vite më parë, në qytetin e Elbasanit, thuhej se hëna zbriste çdo natë në maj të kalas për të dëgjuar histori që pleqte urtë rrëfenin pranë gjakut të gurit. Ajo nuk fliste, por dritën e saj e linte më të bardhë dhe më të ngrohtë. Si të donte të thoshte, vazhdoni, unë po dëgjoj. Një vajzë e vogël me emrin Nera e shikonte hënën çdo natë nga dritarja e saj dhe ndëronte që një ditë ajo të zbriste edhe pranë saj. Por njerëzit i thoshin, hëna zbret vetëm për ata që ruajnë historitë dhe nuk jarojnë kurrë. Era vendosi të bëhej ruajtëse e rrëfenjave. Çdo mbrëmje ajo shënonte në një fletore tregimet e gjushit të saj, për kalat, pazarët e dikurshëm, poetët e Elbasanit dhe zanat e lumit shkumbin. Një natë, kur hëna ishte më e plotë se kurrë, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Hëna zbriti ngadalë mbi kalan e Elbasanit dhe u ndal para dritares së erës. Nga ajo dritë doli një grua plak me flokë prej dritash, që mbante në dorë një libër të artë. Ti ke mbajtur gjallë fjalët e të vjetërve, i tha ajo. Qyteti yt do të ketë gjithmonë dritë, sepse ti mban ndezur kujtimin. E që nga ajo ditë, era u bë shkrimtare dhe rrëfimtare për fëmijët e qytetit. E hëna, ajo nuk harroi kurrë të zbriste mbi Elbasan për të dëgjuar zërat që mbajnë historinë gjallë. Faleminderit, Casey, faleminderit zemër. Shumë faleminderit jo. Alma, do ecim me kohën si jemi me minutat e emisionit, apo do t'ja lëm emisionit të ardhshëm? Neve orarin ton të prallave ne kemi kompletuar, kështu që unë mendoj që t'ja lëm vazhdimësisë. Atëherë, unë kam në dorë një libër shumë interesant që është nga Anton Papleka dhe është pikërisht me legjendat të cilat janë të shtrira nga gjithë trevat e Shqipërisë. Dhe patjetër që në emisionin e ardhshëm ne do të kapim të gjitha krahinat sa të mund të na lejojë emisioni, duke sjellë nga një legjend të personalizuar për secilën prej krahinave të Shqipërisë, gjë e cila do ta bëjë edhe shumë interesante dhe mënyrën e të konceptuarit të kulturës, të personazheve, të fantazisë, të gjithë të mitologjisë,
të personazheve të cilët ata i mëshojnë më shumë sipas kulturës së vendit, traditës së tyre, dhe kështu që do të bëhet akoma dhe më informative, jo vetëm letrare artistike, por edhe kulturore dhe historike ky emision. Ardhur nga vetë fëmijët dhe nga të gjithë panelistët që jemi këtu. Atëherë, duke qenë se ne jemi në përmbyllje të emisionit, unë do t'ju uroja një vazhdim mbrëmje të bukur dhe një fillim jave të këndshme për të gjithë fëmijët dhe faleminderit të gjithë dëgjuesve të cilët ishin me ne dhe na kanë mbështetur përmes mesazheve të tyre, që një mesazh i fundit vjen nga Drita Dilaver. Ju përshëndes dhe ju uroj emision të mbar. Jeni një staf kaq i pëlqyer për fëmijët dhe jo vetëm, që dini të përcjellni emocione të bukura tek fëmijët, që po i promovoni kaq shumë. Shumë bukur, ju uroj shumë suksese për të gjithë ju që drejtoni dhe interpretoni kaq bukur. Urime. Faleminderit. Faleminderit dhe zotit Ismet Musaj, Bona Abazi që ndërhyr dhe Darakus, një pjesë me ju ndjek programin tuaj me qetësi dhe ju uroj suksese. Teuta Sadiku na ka munguar emisionin e fëmijëve, të mirëpresim në emisionin e ardhshëm me një legjendë nga Përmeti, sepse ju keni shumë legjenda të tilla. Ju përshëndes dhe ju uroj suksese panelit e emisionit për fëmijë, sidomos nxënësve të talentuar Kesi Sheja dhe Sindi Përleka, një tematikë e vyer dhe plot emocion kjo e mitologjisë shqiptare. Ju përgëzoj Mimoza dhe Alma Memeti për punën tuaj përkushtuese dhe vlerat që përcjellni përmes krimtarive tuaja dhe dramatizimeve që sillni. Kënaqësi që ju ndjek. Faleminderit të utës. Besoj fëmijë më kontrolloni nëse kam lënë ndonjë mesazh pa lexuar, i kërkoj ndjes nëse dikë kam kaluar. Atëherë ju falenderoj të gjithë për vëmendjen dhe ju uroj një mbrëmje të bukur, natën e mirë dhe mirupafshim ditën e diel të ardhshme. Natën e mirë, miru takofshim. Natën e mirë dhe javë të mbar. Natën e mirë.